Femrat në muajin e Ramazanit. Nuk ka dyshim që Islami i ka kushtuar kujdes të veçantë femrës. Kështu ajo përmendet në shumë ajete e hadithe, çka e bën atë të jetë krenare dhe e nderuar në çdo kohë dhe në çdo vend. Ndërkaq pejgamberi alayhis salam në raste të caktuara dhe në festa të ndryshme mbante këshilla të posaçme për femrat, sepse ai ishte i mendimit që nga femra edukohet familja dhe me edukimin e familjes edukohet gjithë shoqëria. Kjo ka bërë që kundërshtarët e besimit pothuajse në mënyrë të vazhdueshme janë përpjekur t'i manipulojnë femrat duke i lënë të pashkolluara, pa edukuara dhe pa besim edhe pa karakter. Këtë të keqe ka përjetuar në kurrizin saj edhe femra shqiptare. Në të kaluarën e largët ajo ishte e izoluar nga jeta, nga besimi dhe nga bota. Hoxhallarët e asaj kohe duke u friksuar nga shpifjet në adresë të femrave besimtare dhe largimi i tyre nga virtytet islame, dhanë fetva, vendime se frema nuk duhet të dalë jashtë shtëpisë. Bile edhe në xhami nuk duhet të shkojnë të rejat, por vetëm të moshurat. Ato femra që u ka kaluar koha. Për këtë shkak burri ka qenë i detyruar të mësoj gruan dhe babai të mësoj vajzën derisa ajo ishte ende pa martuar. Por një gjë e tillë nuk dha rezultate. Prandaj femra mbeti e izoluar dhe e mbytur në ignorancë, duke mos i njohur detyrimet e veta ndaj burrit, ndaj fëmijëve që rriteshin, ndaj shoqërisë atë dheut e tjerë. Andaj femra duhet të shkollohen. Në të kaluarën e afërt, femra shqiptare u shliru nga prangat e prapambetjes, thuaj se ajo ishte e lirë, me të drejtat barabarta me burrin. Atë e gjeje në arë, në fabrike, kudo. Këto i dha sistemi totalitar femrës. Nuk po u shkruaj me gjatë nga që është diçka që e dim të gjithë. Bile e kemi provuar në kurriz. Por duhet thënë se femra jo vetëm që nuk arriti të kryej detyrimet e shtëpisë, detyrimet ndaj fëmijëve e tjerë, por çka është më keqja, ajo as që diti të kryej detyrimet ndaj Zotit të vet. Prandaj komunizmi solli edhe pasojat të tjera. Ndërkaq femra e ditëve tona është edhe më komplikuar. Ajo shkon në shkollë, në universitet, në treg, në punë, kinema, e ku nuk shkon. Por vendi ku ajo shkon më së paku është shtëpia e Zotit. Shumë prej tyre duke mos njohur fare mësimet e besimit shkojnë në xhami sa për të lënë ndonjë bamirësi, për të porositur ndonjë jasin ose përmarrësi, por kryesorja që ajo duhet të kuptojë është që feja jonë nuk është dogmë, feja islame është e gjallë dhe kurdoherë aktive. Prandaj ne lypset që ta ndjejmë dhe praktikojmë islamin ashtu siç është. Pra, femra duhet të dëgjojë më shumë ligjërime edukuese rreth besimit. Femrat tona duhet të organizohen dhe ta kenë zërin e tyre brenda bashkësisë dhe komunitetit të besimit fetar islam, në veçantë dhe në kuadër të rrjedhave mbar shqiptare në përgjithësi. Ajo duhet të jetë edukuar, e shkolluar, arsimuar. Ajo duhet të ketë edhe besimin krahas, pra duhet të ketë besimin por edhe arsimimin. Pra duhet të ketë që të dyja. Dietarët islam duhet të organizojnë ligjërata speciale për femrat. Ato duhet marrin pjesë aktive në faljet e namazit të xhamas, në namazet kolektive ku lejohet të marrë pjesë femra. Meqense se jemi në tryezën e mësimeve të muajit të madhrueshëm të Ramazanit, duhet të kthehemi te disa çështje të lidhura ngushtë me këtë muaj dhe për femrat në përgjithësi, si duhet ta pres femra atë këtë muaj dhe pra si duhet ta pres Ramazanin. Pra, sigurisht se besimtarja për shpërblim duhet të garojë në të mira. Besimtarja garon në punë të mira, prandaj motrat e nderuara besimtare duhet të kujdeseni që ta presim në mënyrë të veçantë muajin e madhërisëm të Ramazanit. Femra muslimane duhet ta presë Ramazanin me gëzim dhe e lumtur. Pejgamberi i lajmëron të gjithë qef shokët e tij për ardhin e muajit Ramazanit. Ju erdhi muaji i Ramazanit që është muaji i rahmetit, faljes, amnistisë. Femra muslimane duhet ta presë Ramazanin me lutje, dua, pra duhet të lutim Zotin që gjatë këtij muaji të kemi shëndet të mirë në mënyrë që të jemi edhe më aktiv në ibadetet tona, në agjerim, në falje gjithë natën. Femra muslimane duhet ta presë Ramazanin duke u pasuruar me dijet e besimit dhe rregullat e lutjeve, sepse ibadeti është i vlefshëm dhe i pranuar tek Zoti. Vetëm nëse bëhet sipas normave e parimeve të parapame në ligjet e besimit. Ajo duhet të jetë shkak sebeb i udhëzimit. Ai që udhëzon dikë për punë të hajrit ka shpërblim sikurse ai që e kryen atë. Femra muslimane duhet të ketë gjuhën e saj margaritar, të ëmbël si mjalti, ta përmendi Zotin duke thënë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ajo duhet të ketë programim të aktiviteteve të saj në mënyrë që të arrijë të vjelë mirësitë e këtij muaji. Padyshim që Zoti i shpërbleft të femra besimtare që na shtrojnë syfyrin dhe iftarin. Zoti i shpërbleft me mirësitë e tija. Mirë po edhe ne si burra duhet t'ju ndihmojmë atyre, sepse edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam i ndihmonte bashkëshortës e vet në punët e shtëpisë.
i ndihmonte për i ndihmonte për larje, i ndihmonte në shumë gjëra të tjera dhe sigurisht se besimtarja duhet ta ketë pra gjuhën e besimtares. Po ashtu besimtarja kur shkon në Ramazan në xhami duhet të hyjë me këmbën e djathtë duke thënë me emrin e Zotit, o Zot mëshiroj Muhamedit, o Zot më hap dyert e mëshirës së saj. Ndërsa dalja bëhet me këmbë të majt duke thënë në emrin e Zotit, o Zot mëshiroj Muhamedit, o Zot unë të lutem që të më japësh mirësitë e tua. Para se të ulesh në xhami është sunet të falësh 2 rekate për respekt xhamisë te Yatul Mesjid. Respektojmë xhami dhe mos i shpërdorijmë ato. Ka prej femrave që pastrojnë xhamit, siç ishte Aisha, i cila i porosiste, të cilën e porosiste vetë Muhamedi alayhis salam, që ta pastronte xhamin dhe të vinte në të erë të mirë, pra parfym. Pastaj femra duhet të ketë kujdes të mos bëjë zhurmë, të mos ngrejë zërin në muhabete në xhami, sidomos gjatë kohës kur femrat vinë për të falë teravit. Pastaj duhet të ketë kujdes pra në pastërtinë, higjienën, qoftë trupore, po qoftë edhe aty ku falet. Pastaj nëna duhet kujdesen për t'u shpjeguar fëmijëve rëndësinë që ka ky muaj. Femra pra duhet të jetë mësuesja e cila përgatit dal nga dal besimtarët duke u shpjeguar rregullat e avdesit, namazit, agjerimit, duke u mësuar pra gjërat e bukura. Padyshim se Islami ka ngritur femrën sepse ka zbritur një surja Nisa që flet për gratë, mirë po është një sure tjetër që surja Merem, që i dedikohet pra i përkushtohet nënës së ndershme, femrës së nderuar Meremes, nënës së Isait. Prandaj Islami na ka mësue se duhet jemi të kujdesshëm, edhe femra duhet jetë të kujdesshme dhe duhet ta respektoj shëndetin e vet, ta respektoj pra ambientin ku jeton, vendin ku falet dhe të jetë e kujdesshme dhe padyshim që femra pra ka rolin e madh në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, sepse ajo kujdeset për shtrimin e iftareve dhe padyshim që edhe ne si meshkuj duhet t'i ndihmojmë që të shtrojnë iftaret dhe prandaj edhe Zoti thot në Kur'an ndihmoni në mesvetin punë të mira dhe ndaloni nga të këqijat. Andaj faktor kryesor në ndihmim ndalimin përpara ndalimin e të këqijave është edhe femra sot. Ai femra sot duhet të jetë një edukatore e mirë në mënyrë që kombi të ecë përpara dhe njerëzimi të shkojë përpara. Prandaj edukatoria e vërtetë është femra dhe ne dolëm nga barku i kësaj femre dhe ne duhet sillemi mirë sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam tha 3 herë nëna respekt për femrën dhe të katërtën herë tha babai. Pra kjo është shumë e rëndësishme në këtë muaj besimtar që të kemi kujdes, besimtare të nderuara që të sillemi sa më mirë dhe të bëhemi shkak që t'ju mësojmë fëmijëve edukimin edhe arsimimin dhe besimin.